Shikues ta 2 CNN mirëmbrëma. Të gjithë kemi një përkufizim në kokë për protestën. Dikush mendon paqen, dikush dhunën, dikush e sheh si revolt, madje dikush tjetër edhe si urtësi. Por në një pikë të gjithë bijem dakord. Në çdo shoqëri demokratike, protestat janë oksigjeni i asaj. Vetëm se në Shqipëri oksigjeni duket sikur mbaron sapo ndizet zjarri i parë. Sot opozita sërish doli në bulevard me të njëjtët fjalë, me të njëjtat zotime dhe më me pak njerëz rreth vetes. Dhe teksa e ndjekim me një kuriozitet 12 vjeçar, pyetja që lind vet është: a e ka lodhur opozita popullin apo populli e ka lodhur opozitën që mbase se kupton? Dikur kur opozita bënte thirrje për protesta, bulevardi dridhej, e sot edhe pse jemi në vjesht para kryeministrisë, ka pak erë që edhe era heziton të fry. Sa po folësit flasin për planin A, B, C, por duket se kanë harruar alfabetin e njerëzve të zakonshëm, atyre që këto ditë i kanë kaluar në ujë mes pragut e që duket sikur nuk shkon askush, as PS-ja e as PD-ja. Kjo do të jetë një nga temat e mbrëmjes sotme, ndërkohë do të ndalemi edhe tek plani i ri grek për Shqipërinë. Në një kohë kur ne mendojmë se si të zgjidhim mosmarrëveshjet rajonale apo globale, Greqia ka menduar si të zgjidh hallet që ekzistojnë mes Tiranës dhe Athinës. Ata vinë me dokument, me pikë, me objektiva, me vizion. Po ne me çfarë vim? Çfarë kemi përveç politikës së brendshme që shpesh e bëjmë me fjalë të huaja? Cili do të jetë roli diplomacisë son? Do jemi noter apo do jemi shtetar? Do bëjmë poza e fjalime siç bëjmë zakonisht me të huajt që pozojmë kur vinë apo shkojmë, apo do mendojmë më larg se sa një mandat? Insert i parë dhe rikthehemi. Erdhëm këtu për të mos ikë kur nga ky shesh pa fitoren. Okej, mbrëmjen e sotme kam të ftuar zotin Platonin Esturi, analist, nderuar, shumë faleminderit që na bashkuar në studio për në vërtetës. Zotin Armir Shkurti, gazetar, nderuar, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit juve. Zotin Ted Kopliku, drejtuesi Brain Gain, nderuar, shumë faleminderit. Zotin Bledar Koka, analist, gazetar, nderuar, shumë faleminderit. Ndërkohë, në një lidhje të drejtë për drejtë do të kem nga sheshi para kryeministrisë, Anesi Baramema, ju lutem më njoftoni në momentin që do të jetë gati. E kemi? Okej. Sa po ta kemi, ju lutem më njoftoni. Bledi do ta nis me ju këtë diskutim dhe këtë bisedë. Ja me thjesht që mbase është her pas here është I vendosim nota protestave të opozitës. Por kur flitet për organizim dhe kur flitet për plan A, B, C, ku do të shkojë opozita, duket sikur një gjë se don. Pse ka kaq pak njerëz? Pse nuk duhet merremi me numrin? Unë do I bëj një pyetje të gjithë juve. Mendoni dhe ti personalisht, ti e njeh partinë, mendon që Partia Demokratike nuk bën dot një protestë më të madhe se aq? Sigurisht që e bën. Po pse nuk e bën? Po. Jo, kjo është pyetje është pyetje retorike për gjithë ata që po na ndjekin, sepse të gjithë po thonë që ja mbaroi Partia Demokratike, nuk bën dot protestë më të madhe. Dhe unë prapë bëj pyetjen. Mendon që Partia Demokratike nuk e bën dot një protestë më të madhe?
E bën, pra, bjem dakord gjithë këtu që Partia Demokratike mund ta bëjë një protestë me 30.000, me 40.000, me 50.000 njerëz shesh nëse do ta ashtu. Mendoni se Partia Demokratike ka harruar se si organizohet një protestë, se si duhet paktën, po themi 2 javë minimalisht me spotet përkatëse, me takimet në bazë etj për të organizuar një protestë masive? Sigurisht që Partia Demokratike nuk e ka harruar këtë, sepse nuk po flasim për një parti që ka memorien e peshkut. Por po flasim për një nisëm të cilën vetë lideri i saj e ka cilësuar jo si protestë, po si një foltore të përjavshme, po e quajmë kështu, e cila ka një mesazh që do duhet, dhe sot mos gabojmë, foli edhe për një qëllim ose për një lëvizje, po e quajmë, e cila do të shkojë, do të prodhojë deri në fund rezultatin e vet. Rezultati është është maksimale. Pra, jo vetëm zonjën Ballukës, zëvendës kryeministrin, por ky aksion, sipas zotit Berisha, kërkon largimin e zotit Rama. A do t'i arrijë këtë nuk di të ta them. Por unë mendoj që ky protestë ose kjo lëvizje ka nisur pak a shumë e ngjashme me atë që nisi me atë të zotit për protestën për largimin e zotit Veliaj. 25, 24 dhe 2 protesta ndaj, 46 protesta, të cilët në fund fare i dhanë të drejtë opozitës në atë qëndrimin e saj që të gjithë i bënim gjyqin që u sa pake, si su mblodhen, si kam përfunduar etj, ndërkohë që unë mendoj që ajo ishte një ndër elementet kryesore, si pika që gdhendi gurin, që mbajti për gjatë gjithë kohës presionin tek guri që në fund fare u thye nga qoftë edhe nga ajo mini protesta, që kishte edhe ajo problemet e veta etj. Pra zoti Berisha kësaj herë ndryshe nga protesta përballë Erën Velijet, që ku e kishte edhe pamundësinë e vet për shkak të kohës kujtojmë ku zhvillohej, ka vendosur të nisë një aksion tjetër, i cili nuk është aksion pompoz, aksion i cili numëron mira, 10 mira, por është një aksion i cili ka mesazh dhe ka qëllim. Se sa do t'ja arrijë, nëse ky operacion është apo jo i koordinuar qoftë edhe me zhvillimet që ne nuk i shohim të ndodhin, por që tregojnë që realisht në territorin e Shqipëri, në situatën politike, po ndodh një lloj lëvizje tektonike, që po shkakton, si më thënë, dëme të caktuar, sidomos në krahun e mazhorancës, kjo është pak po e sigurt. Është koordinuar Partia Demokratike dhe me aleatët e tjerë për ta mbajtur këtë presion publik për një kohë gjatë. Unë këtë nuk di të them, por besoj që Partia Demokratike tashmë mund bjem dakord të gjithë që raportet e saj me ndërkombëtarët sa vinë edhe i normalizon. Mjafton të kujtojmë që herën e fundit ai zëvendësnimës e sekretari amerikan i shtetit që erdhi në Shtetet Bashkuara në Shqipëri, takoi si zyrtarët e qeverisë, si zyrtarët e drejtësisë, ashtu edhe të gjithë përfaqësuesit e spektrit politik brenda opozitës. Pra edhe ato që janë, po themi deri dje kanë qenë kritik me zotin Berisha dhe më pastaj pajtuan, por edhe ato që quhen krahu dhe përfaqësimi drejt për drejt i zotit Berisha. Pra de facto, Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë takim, e cila u postua pasi u rihap dhe u financua Facebooku në ambasadën amerikane, si më thënë, aty ka dhe disa mesazhe, që besoj që pjesë atyre mesazheve është edhe kjo aksion i ri që ka nisur Partia Demokratike. Ky është leximi juaj me foltorën. Ky është leximi bashkë me një informacion brenda. Bashkë me një informacion brenda. Ndërkohë, e kemi Anestin, ju lutem më thoni? Po. Okej, është me zotin Eno Bozdo, mirëmbrëma Anesti, mirëmbrëma zoti Bozdo. Mirëmbrëma. Anesti, duke qenë se jemi me zotin që mund të vijoni direkt bisedën. Okej, nga protesta në protestë zoti Bozdo, sa mendoni se po i realizon objektivat Partia Demokratike? Objektivi i parë i kësaj foltore dhe jo protest në kuptimin klasik të fjalës, besoj është komunikimi me publikun. Komunikimi me opinionin publik, me opinionin ndërkombëtar, për atë çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe dhënia e një platforme jo thjesht dhe vetëm e deputetëve apo antarëve të lartë në hierarkinë e PD-s, po dhe të njerëzve të thjeshtë që dalin dhe flasin për hallet dhe problemet e tyre. Sot në protest keni parë të rinj, keni parë fermerë, të cilët sollën shqetësimet e tyre përpara. Jemi shumë koshient që kjo ka për të qenë një përpjekje afatgjatë. Askush nuk ka iluzionin më të vogël që regjime të tilla si ai që është instaluar në Shqipëri mund të shkunden apo më shumë mund të rrëzohen me një goditje të vetme. Përkundrazi, do të kërkoj një angazhim gjithmonë më të madh. Po sa zgjat kjo maratona, zoti Bozdo? Sa kohë zgjat? Urdhë? Sa zgjat kjo maratona që i ftoni qytetarët? Sa të jetë nevojshme? Sa dekada?
Okej. Aq sa tjetë e nevojshme. Zoti Bozdo, Aq sa tjetë e nevojshme. E rëndësishme shumë është, më falni, e rëndësishme është komunikimi me qytetarët. Ngjallja e nervit të reagimit shoqëror. Kjo është gjëja më e rëndësishme që ku është fokusuar objektivi i kësaj foltore. Okej, zoti Bozdo, nëse do ishit në godinën e kryeministrisë dhe do shihnin nga dritarja e zyrës suaj foltorën e sotme, kjo protestë ose kjo foltore, siç e quan opozita, do t'ju shqetësonte apo do vjoni ta pinit i qetë kafe në zyrën tuaj? E para, nëse do isha në godinën përballë, mendoj që do kisha dhënë dorëheqje me kohë. E dyta, ai që e shikonte protestën me sipas edhe medjave që nuk kontrollohen nga opozita me shumë vakveta, Herion Velia i sot është në atë vend që është. Lëvizjet tilla gjithmonë janë marrë me skepticizëm, pastaj kur kanë prodhuar atë që kanë prodhuar, njerëzit i kanë dhënë të drejtë strategjisë Partisë Demokratike. Në realitetin e sotëm nuk kanë shumë rëndësi numrat se sa kanë rëndësi konsistenca dhe këmbgulja dhe vazhdimi i komunikimit me opinionin publik. Varet edhe çka kafe pi, prandaj. Me pak fjalë, kjo është një maraton dhe nuk është një garë shpejtësie. Qartë, pra është një maraton e cila sipas opozitës do të zgjasi. Në fakt, zoti Bozdo, më lejoni që t'ju pyes lidhur me strategjinë. Pra ka plan A, ka plan B, ka plan C. Cila është strategjia e re që do ndjekë opozita, nisur edhe nga le të themi një lloj mbështetje që ka marrë nga partnerë të tjerë ndërkombëtar? Asaj që ju i thoni një lloj mbështetje, më lejoni t'ju them që është një mbështetje tërësore, e pa dëgjuar ndonjëherë më parë. Kur sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane e cilëson qeverinë e Edi Ramos një narkoshtet, mendoj se i ka thënë të tëra. Asnjëherë nuk ka ndodhur në këto, le të themi, 18 muaj të fundit, që Partia Demokratike denoncon me prova dhe me fakte narkoshtetin e Edi Ramës, që të cilësohet në këtë mënyrë nga një zyrtar kaq i lartë që përfaqëson grupimin më të madh politik në Evropë. Zoti Bozdo, lajmi i vërtet ka qenë eksaktësisht rezoluta ku Shqipëria u rendit e treta në 4 prioritetet globale. Në CDI, pra tek Kështu që kemi të bëjmë, më falni ta mbarojmë. Po. Kështu që kemi të bëjmë me një situatë tërësisht të përmbysur në planin ndërkombëtar. E dyta, foltore të tilla nuk përjashtojnë dhe protesta të mëdha dhe protesta shumë të mëdha. Ato do bëhen në çastin e dur, në momentin e tur. Okej, zoti Bozdo, e rëndësishme është objektivi dhe nuk duhet të shfokusohemi nga objektivi. Dhe objektivi është Edi Rama. Jemi shumë të